Shoqëria e avokatëve Vokshi dhe Lata po sjell edicionin e dytë të Legal Guide to Investing in Kosovo, një udhëzues ligjor për investimet në Kosovë. Ky butim synon të ofrojë informacion të përditësuar mbi rregullat ligjore, duke i dhënë investitorëve të huaj një pasqyrë të qartë për mundësitë investimet në vend. Avokati Urim Vokshi tha se ky edicion i dytë i këtij udhëzuesi pa për qëllim të rrisë interesimin për investitorët e huaj. Për nder të përvjetorit pavarësisë Kosovës, si vjet të publikojmë edicionin e dytë të Legal Guide to Investing in Kosovo. Ky është një udhëzues ligjor për investimet në Kosovë. Versioni i parë është prit mjaft mirë për investitorëve të huaj, është prezantuar në disa shtete të botës, përfshi Amerikën, Austrinë, Zvicrën dhe shtetet e tjera. Dhe duke pritin e cila jo është bë edicionit parë, kemi vendosur që si vjet të bëjmë edicionin e dytë me përditësimet ligjore të cilat kanë ndodhur. Sipas Vokshit, ky udhëzues është gjithëpërfshirës për investitorët e huaj, pasi që përmbledh të gjitha aspektet ligjore dhe praktike të investimit në Kosovë. Është diku 170 faqe, gjithsej që përfshin 16 kapituj ndryshëm, përfshin investimet e huaja, regulativën për hapjen e biznesit në Kosovë, aspektin e taksave, drejtave të punëtorëve dhe gjitha aspektet tjera të cilat ju interesojnë investitorëve të huaj. Publikimi është bërë duke u bazuar në pyetjet e shpeshta të cilat i marrim prej investitorëve të huaj, të cilët interesohen për regulative ligjore para se të vinë të investojnë në Kosovë. Edicioni i parë i këtij udhëzuesi ishte publikuar në gjuhën angleze, gjermane dhe franceze, ndërsa shumë shpejt pritet të botohet edhe udhëzuesi për të bërit biznes në gjuhën shqipe. Vokshi thotë se përveç botimit të udhëzuesit ligjor, shoqëria e avokatëve Vokshi dhe Lata ka bërë hapa të rinj për të lehtësuar qasjen e investitorëve të huaj në informacionin mbi mundësitë e investimit. Udhëzuesi ligjor është i qasshëm pa pagesë në website-in tonë vokshilata.com, po përveç kësaj, risi këtë vit është se kemi bërë edhe një website të dedikuar investimeve në Kosovë, i cili është investinginkosovo.com. Ku qëllimi i këtij websajti është që së bashku me partnerët tanë të prezantojmë Kosovën sa më mirë për të tërheqë investitorë të huaj për të ardhur me investu në Kosovë, përfshi fusha të ndryshme të investimeve të cilat janë me interes për ta. Ky publikim sipas Vokshit është në vazhdim e publikimeve të tjera, të cilat i bëjnë si zyrë ligjore në fusha të ndryshme. Megjithatë, ai vlerëson se ky publikim është i veçantë për shkak se i dedikohet thirrjes investitorëve të huaj në Kosovë. Gjithë të interesuarit mund të marrin një kopje falas pranë zyreve tona ose të qasen tek i njëjti material falas në linku në website-in tonë. Vokshi dhe Lata është një nga zyrat kryesore të avokatisë në Kosovë, e fokusuar në asistimin e klientëve vendas dhe ndërkombëtar në të gjitha fushat e së drejtës tregtare dhe të drejtës biznesore.